mirë që u hap kjo temë, mbase është era parë ku edhe do të flitet konkretisht për, sepse unë isha aty kur ndodhi. Keni qenë aty? Po, unë isha e pranishme aty kur ndodhi rasti. Edhe mund të them lirshëm që gjithçka ka ndodhur pa planifikim, spontanisht. Dhe vajza do të ishte shumë afër meje dhe me insistimin e prindit do të shtyhej që të shkonte tek Zoti Kurti dhe ta luste ta thoshte, sepse e keni pa edhe vetë do të ta fillimisht thotë që është një këngë dhe ne pritëm që ka me qenë një këngë. Dhe gjithçka është e xhiruar dhe nganjëherë nuk bëjmë mirë kur ne i presim xhirimet, do të thotë e presim kronologjinë e ngjarjes dhe marrim ato e cila neve na konvenon ose na përshtatet e nuk e dim që kjo bën dëm sepse e vërteta nuk është ashtu, do të thotë ajo i lutem vazhdimsi që ta këndonte një këngë mbase nga dëshira e saj ose ku e di. Dhe ju nuk e keni ditur se çfarë përmban. Absolut. Mund të i keni xhirimet, e keni edhe live stream, do të thotë nga lëvizja vetë vendosje dhe mund vret lirshëm që ajo fillimisht shkon e kërkon dhe pastaj kur vjen në skenë, si Zoti Kurti që është shumë i afërt edhe kemi pa që gjithmonë është i afërt me qytetarët edhe veçanti me fëmijët. Dhe do të thotë ishte ajo që shihej, besoni që shihej që e luste do të thotë vetëm ta këndoj një këngë dhe ne gjithë pritëm që do të jetë një këngë dhe ishte ajo poezi që a është dashur të ndalej zonja Ferrati? Në atë momente me njerë edhe kur është kuptuar, se më pas edhe krijoj një ndjenjë edhe aq të mirë. Mbase do duhet të ndalej nga vetë prindi fillimisht. Ajo ishte në shoqërinë e prindërve. Ne të tjerët do të thotë mbetëm, po që mos të harroni një fëmijë i moshës së saj minore, mendoj që duhet të jetë nën kujdesin e prindit. Unë jam vetë prind. Dhe më besoni që nuk do të doja dhe nuk do ta lejoja asnjëherë fëmijën tim që të vepronte diçka të tillë, pavarësisht. Kështu që